Më 4 mars të vitit 1981, studentët e Kosovës organizuan një protestë në Prishtinë për kushte më të mira në mesën e tyre. Kjo protestë ishte shkëndija e demonstratës organizuar nga studentët në datën 11 mars, e cila njëlloj si protesta e parë u shtyp me dhunë nga policia dhe u paraburgosën disa studentë. Kështu nisi zinxhiri demonstratave të vitit 81. Si pasojë e demonstratave të studentëve erdhën tubimet e njohura si demonstratat e punëtorëve, në të cilat kërkohej lirimi i studentëve të burgosur, por përsëri organet shtetërore ndërhyjnë me tërë brutalitetin e tyre gjatë tubimeve, dhe armata jugoslave paraqet prezencën e saj. Pas 2 muajsh në territorin e krahinës socialiste të Kosovës vendoset gjendje jashtëzakonshme, e më vonë edhe shtetërrëthimi. Ky zinxhir vazhdon deri me fillimin e luftës në Kosovë. Demonstratat të gjithë popullore të marsit dhe prillit të vitit shënuan kthesën vendimtare të ndarjes definitive të shqiptarëve të robëruar nga ISHRSF-ja. Kryengrytja popullore e marsit dhe prillit e vitit 1981 shënon një epokë vendimtare në historinë më të re të popullit shqiptar. Në demonstratat e vitit 1981 për herë të parë kërkua që Kosova të jetë republik. Kjo parull ishte motoja kryesore në atë kohë, me rastin e 35 vjetorit të demonstratave studentore. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, sot takoi një grup të ish-burgosurve politik. Ne jemi një prej organizatorët e këtyre demonstratave. Filluam atëherë e vazhduam domethënë punën e gjatë të tetëshit. Ishim student, vazhduam që Kosova të jetë e lirë e pavarur dhe gjithë populli i Kosovës u sakrifiku për këtë ditë. Ne jemi sot të lumtur që e kemi shtetin tonë, institucionet tona, ushtrinë tonë. 35 vite më herët, në qendrën e studentëve janë thuj do pjata. U thuj Jugoslavia përfundimisht. Ajo është pranvera më e madhe e kombit tonë, e cila pastaj 18 vite më vonë, kur rrëzoi me pranverën tjetër çlirimit të Kosovës, qershorin e vitit 1999. Ne jemi shumë falenderues këtyre gjeneratave. Në rend të parë me lejoni ta përshëndes në mënyrë të veçantë simbolin e kombit, derin e kombit Adem Demaçi, cilën e kemi flamurtar në gjithë kombit tonë, lëvizjen për liri dhe pavarësi. Ti falenderoj gjeneratat pastaj, me njëherë pas luftës dytë botërore, cilat kanë pësuar në burgjet e pamkeqës jugoslave, njëtën kohë gjeneratat e fuqishme të lirisë 68-ës, cilat i kemi këto, për të ardhur të gjenerata, kjo gjenerat e shenjtë e vitit 1980, lejani që të shfrytëzoj këtë rast për të vazhduar pastaj deri në çlirimin e Kosovës, për arsye se burgoset nuk janë dalër as vitet 90-ta. Ti falenderoj në rend të parë familjet e tyre, cilët kanë sakrifikuar shumë, familjet e gjithë këtyre të burgosurve, duke ju sjellur vujtje cilat nuk kanë qenë të lehta. Ti falenderoj për sakrificën, për qëndrueshmërinë e tyre, për arsye se pa këtë sakrificë nuk do të ishte ushtria çlirimtare e Kosovës, nuk do të ishte liria e Kosovës, nuk do të ishte pavarësia e Kosovës. Jemi falenderues për jetë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë demonstratat studentore të vitit 1981 ishin thyrja përfundimtare e Jugosllavisë.